Në Shqipëri është gjudja shkudrane që nuk ka asnjë rival. Federata Shqiptare e Gjudos ka zhvilluar në Pallatin e Sportit Aslan Urusi në kryeqytet garat e kampionatit kombëtar individual të gjudos në kategoritë senior dhe kadet. Përballë ekipeve të tjera, gjudistët e Anton Shkozës kanë shkëlqyer duke fituar 13 vende të para. Rekordi i shkudranëve vijoi edhe më tej teksa u paraqitën në këtë kampionat me numrin më të madh të sportistëve femra, duke fituar sërish medalje. Në drejtimin e Aurora Shkozës, gjudistët fituan 13 medalje të arta dhe 6 medalje të argjenda, duke u renditur si ekipi me arritjet më të larta, por drejtuesit e federatës vendosën që skuadrës triumfuese të mos i jepet ky titull. I çuditshëm ky vendim pasi kur bëhet fjalë për një kampionat në strukturën e tij janë të përfshirë edhe shpadhja sportistëve më të mirë, por edhe ekipit, siç duket drejtuesve të federatës nuk i ka pëlqyer renditja vllaznisë, duke kujtuar se për 3 vite më radhë ky ekip nuk u thirr me qëllim në asnjë kampionat që organizua brenda vendit. Por nuk mbaron me kaq, pasi triumfin e shkodranëve tentojnë ta hedhin poshtë. Në fund të kampionatit u tha se Vllaznia dhe Tirana bën paraqitjet më të mira. Madje u aludua se kryeqytetasit ishin më lart, por rezultatet tregojnë të kundërtën. 19 medalje fituan në total sportistët e Anton Shkozës, ndërsa 8 përballje direkte me rivalet e Tiranës i fituan të gjitha, duke mos lënë vend për dyshime. Me të tilla rezultate, gjudistët shkodran shpadhen kampion në Shqipëri, ndërsa pretendimet e tyre vijojnë për medalje në arenën ndërkombëtare.